Shumica socialiste në parlament nuk është e shqetësuar nga i qëndrimi i ish-kryeministrit Sali Berisha dhe Partisë Demokratike për të ndërprerë çdo bashkëpunime me Partinë Socialiste për reformën zgjedhore dhe territoriale. Kjo u bë ditur nga kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla, i cili theksoi se nuk ka pasur kushte kërcënime apo shantazh ndaj grupit të Partisë Socialiste për votime apo komisione në kuvend. Kushte, kërcënime, shantazhime me histori komisionesh apo votimesh në kuvendin e Shqipërisë ndaj Partisë Socialiste, ndaj grupit saj parlamentar nuk ka. Me historinë që ne ikim, ne zvim, ne zvotojmë, ata të shohin punën e vet, ne do shohim punën tonë. Ai shtoi se Partia Socialiste do të presë reflektim nga opozita, megjithëse bëri të qartë se majoranca do të vijojë me reformën zgjedhore dhe territoriale, duke eliminuar veton dhe bashkëdrejtimin e opozitës. Ne do të presim reflektim nga ana tyre, është një vendim emocional, i mirëkuptueshëm në kushtet e javës së kaluar, por besoj që emocionet do t'u kalojnë edhe pas gjelit detit edhe baklavas. Lutem, do ta mbaroj. Dhe në janar, për shkak të mbylljes së sesionit, me fillimin e sesionit të ri, ti rikthehen punës. Në rast se nuk do ta bëjnë një gjë të tillë, duhet po e them sot që ata e prishin dakordsinë për të mos marrë pjesë në komision, ne e prishim dakordsinë për të ndryshuar shumicën në të dy komisionet. Në takimin e kryesisë së kuvendit u vërejt se deputetët e opozitës nuk kishin bojkotuar punimet e komisioneve parlamentare, një tregues i një qëndrimi të ndarë mes deklaratave politike dhe veprimeve praktike në kuvend. Majoranca socialiste duket e vendosur të vijojë me agjendën e saj, ndërsa opozita duhet vendos nëse do të rikthehet në dialog apo do të vazhdojë të qëndrojë larg bashkëpunimit.